A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm se Allahut fuqiplot, krijuesit të gjithësisë, mëshiruesit, mëshirbërësit, bamirësit gjithë krijesave. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet tona qofshin mbi pejgamberin ton të dashur, mbi vullën e pejgamberisë, mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ngushtë sahabët dhe mbi gjithë besimtarët deri në ditën e Kiametit. Allahu Dhul Xhelal besimtarëve të vet u ka dhënë shumë cilësi të mira, kurse njëra prej atyre cilësive është edhe sinqeriteti. Allahu Dhul Xhelal në një ajet të Kuranit famëlar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadakallahu al-azim. O besimtar, friksojuni Allahut dhe bëhuni me ata të cilët janë të sinqert në fjalë edhe në vepra, duke pasur parasysh se muslimani e ka zgjedhur rrugën e së vërtetës, i beson Allahut fuqiplot dhe e din fshehtësinë e krijimit, ai gjithmonë e fol të sinqeritetin dhe gjithmonë punon me sinqeritet të gjitha veprat e veta. Kurse e kundërta e kësaj, gënjeshtra nuk duhet që të ekzistojnë në fjalorin e muslimanit të vërtet. Në lidhje me këtë, pejgamberi jon Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka thënë: natyrës së besimtarit i janë të lindura të gjitha veçoritë e tjera përpas mashtrimit dhe gënjeshtrës. Gjithashtu pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith na ka thënë: sinqeriteti të çon drejt rrugës së xhenetit. Dhe vërtet ai musliman i cili gjithmonë apo vazhdimisht është i sinqert në jetën e vet dhe me veprat e veta, ai tek Allahu Dhul Xhelal do të shkruhet si besimtar i vërtet dhe besimtar i mirë. Kurse e kundërta, ai njeri i cili vazhdimisht bën gënjeshtra dhe mashtrime, tek Allahu Dhul Xhelal do të shkruhet si gënjeshtar i madh. Në një hadith tjetër pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë: synoni sinqeritetin, pra shkoni drejt rrugës së sinqeritetit, edhe nëse mendoni se në të është shkatrimi. Ka thënë jo, në të është vetëm se shpëtimi. Gjithashtu Allahu Dhul Xhelal në një ajet të Kuranit famëlar na ka thënë: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa'a. E me gjithatë, ata që janë urdhëruar që ta adhuronin vetëm se Allahun fuqiplot me përkushtim të sinqert, duke qenë në fenë e pastër të Ibrahimit a.s. Muslimani i sinqert punon vetëm se për hir të Allahu Dhul Xhelal dhe mundohet që me veprat e tij të arrijë dhe të fitojë kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Pra nuk punon për të tjerët, nuk punon për sy të njerëzve, por punon vetëm se me qëllim të pastër, me sinqeritet që të arrijë kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Tregohet një rast, njëherë një sahabe i tha pejgamberit alayhi salatu wassalam: o i dërguari i Allahut, dua që të dal të luftoj në luftë në rrugën e Allahut dhe dua që njerëzit ta shohin pozitën time. Atëherë u shpall ajeti kuranor ku Allahu xhaleshanuhu thot: e kush shpreson takimin me Zotin e vet, le të bëj vepra të mira dhe të mos i shoqëroj atij askënd në adhurim, pra Zotit të vet. Nga gjithë kjo kuptojmë se ne si besimtar duhet që veprat e mira të cilat i bëjmë, qofshin ibadetet, pra namazi, agjerimi, haxhi, sadakaja apo vepra tjera të mira, ne duhet t'i bëjmë vetëm se me sinqeritet dhe me përkushtim ndaj Allahu Dhul Xhelal, dhe të jetë një jetë jonë i pastër që ta fitojmë kënaqësinë e Allahu Dhul Xhelal. Dhe në fund e lutim madhin Zot që
këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, Allahu Dhul Xhelal na i pranon lutjet tona, na i pranon namazin ton, agjerimin ton dhe të gjitha veprat e mira të cilet i kemi bërë, dhe lutim madhin Zot që të mund të arrijmë këtë Ramazan edhe për shumë vite tjera. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.